Besim Drejgjoni, kryetari i Unionit Presidencial mbar kombëtar të ishte përsekutuarve të Shqipërisë, ka folur nga malësia e madhe për zgjedhjen e avokatit të popullit. Drejgjoni kishte kritika të forta ndaj Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Ai tha se dy partitë kryesore kanë urrejt ndaj antikomunistëve dhe bëjnë lore të ndyra që avokatin e popullit mos japin shtresës antikomuniste. Një thirrje kishte edhe për Sali Berishën. Tani nga malësia e madhe i drejtohem si përfaqësues i 40% të popullsisë shqiptare antikomuniste, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, të vi turp dhe turprohi para shqiptarve që mas 30 vitësh kandidoni antikomunist për avokat populli dhe ju bani lojën e Kim Philbit viteve 50, kur dënoheshin shqiptar antikomunist në përmjet kësaj agjenture anti-shqiptare. Dhe sot historia përsëritet. Sot dy partitë kryesore kanë një urrëtie ndaj antikomunizmit dhe sot bëjnë lojnjat të ndyra dhe që avokatin e popullit mos t'i japin shtresë antikomuniste, po t'u japin shërbëtorëve, langarazhve dhe lapangjozve të ideologjisë komuniste. Ne nuk kemi nevojë për poste, ne nuk kemi nevojë për tituj. Titujt i kemi la me gjak, i kemi la me nder. I bëjni thirrje doktor Berishës. Sot është dita të tregojsh veten. Je me antikomunizmin apo je me komunizmin dhe bën propagandë antikomuniste. Tani është koha të tregojsh veten. Sot në parlament, Partia Demokratike të tregoj, o është me antikomunizmin dhe do të çojë avokat populli një antikomunist, o është me komunizmin dhe të vazhdoj lojën e Kim Philbit. S'ka turp më të madh parlamenti në korrik të 2025-s më ka hek të drejtën për të votuar si kandidat për avokat populli. Prandaj edhe një herë e përmenda lojën e Kim Philbit viteve 50 që vriteshin shqiptarët antikomunist. Tani e njëjta lojë po bëhet loja Kim Philbit kundër kandidaturës antikomuniste. Duhet të sqaroj dhe opinionin publik, i plotësoj gjithë kriteret dhe nuk shkeli asnjë ligj. Avokati i popullit ka statusin e presidentit Republikës dhe nuk ka statusin e gjykatës lartë, siç pretendojnë dhe e përmendin në nxa ku në vendimin kushtetues avokati i popullit nuk i përcaktohet mosha. Ndërkohë këtë martë, mazhoranca ka kaluar me 9 vota pro 6 emrat në garë për krijon ardhshëm të avokatit të popullit. Emrat do votohen deri në kuvendin e seancën plenare dhe kandidatët që kanë marrë të paktën 20 firma janë Adriana Kalaja, Aranita Braho, Besim Drejgjoni, Endri Shabani, Skender Haluçi dhe Tartar Bazaj.